Po nuk mendoj që është çështje borxhi ose jo. Ata kanë mendimet e tyre. Dhe natyrshëm në mendimet e tyre ata kanë refuzuar dhe kërkesën e lëvizjes vendosje. Unë nuk mendoj që është e drejtë. Nëse ka pas ftesë në drejtim të tyre, sepse nuk është ka mundur ta përcjell situatën nga afër. Mendoj që megjithatë përfundimisht fjala ime, se ju e dini që më duke ardhur në emision të një natyre këtë tjetër, është që Kosova, pra qytetarët e Kosovës nuk kanë kohë për të humbë edhe për t'i pasur edhe një parë zgjedhje të jashtëzakonshme. Nuk kanë kohë për të humbur edhe për të patur edhe një parë zgjedhje të jashtëzakonshme. Pyetja e fundit, Arber, do të lë të hypesh në makinë, po e ke shpërdori këtë rast, po e pranoj publikisht që jam duke ke shpërdor, por për hir të opinionit publik, po e bëj një gjë të tillë, interesi i opinionit publik është më i madh. A është me hile që nuk uftua takimin në kuvend, po uftua në qeveri, sepse këtu po diskutohet, a mund të jetë ky një problem që mund të shkaktoj edhe mos mbajtjen e takimeve nesër, eventualisht pas nesër? Kushtrim, pati akuza të forta në drejtim të lëvizjes vendosje. Për arsyen që lëvizja vendosje paraprakisht nuk i thret subjektet politike në takime. Dhe mendoj që është e pandershme tash në këto momente, pra të thuhet e kundërta, pra ashtu siç po aludoni në pyetjen e juaj, në kuptimin e vonesave të cilat mund t'i shkaktojnë. Pra mendoj që është shumë arsyeshme që kryetari i lëvizjes vendosje, zotri Kurti, kryeministri i tanishëm, sigurisht tash edhe i ardhshëm, t'i thret në takim krerët e subjektet tjera politike. Dhe e fundit, Arber, a mendon që më lehtë mund të arrihet marrëveshje me LDK-n ose me PDK-n? Ama sinqerisht?